Shikoj të nderuar, jema në emisionin e më të ri të BIA. Do me thonë sot do të flasim shumë kadole, do të flasim se kush e nisi trenin, kush e zhëllëviti trenin, pse u nis treni. Atëre për me folë ma kadole, kush e nisi trenin aty? Aty kush e nisi trenin nuk e dinë ani mos fol kadole çfarë. Atëre ftojmë në skenë kena të thirrur presidentin e Kosovës Hashim Thoçin. Kadole. Se a janë fëmija në gjomor, kadole? Jo, vish kadole, hajde kadole. Është ma shpejt apo kadole kështu? Ma shpejt kadole. Ma shpejt apo kadole. Mirë se ka orë kadole. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Atëherë do të afetojmë edhe një Unë mendoj se... Jo, unë thash Petras edhe Musafirën e Radhës, nuk ta bona pyetjen vetë një. Okej, menova se ma drejtove pyetjen mua për këtë arsye u përgjigja. Ti veç edhe kadole për një. Faleminderit. Ftoj në skenë edhe përfaqësuesi tjetër qytetarë të këtë, Zoran Dragica. Hajde Zoran. Kadole. Këti s'pas ke nevoj me thonë kadole, se ka vetë kadole. Zdrave, Zorane. Zdrave, presidenti, kako ste vi? Shka është kjo? Zid. Zid? Jeste. Edhe këtu zidin, a? Jeste. Po dhe po. Mirë se keni ardhë. Mirë si u gjetë. Hvala vam za ftesë. Hëngsh. Atëherë përshkona me pyetjen e parë, Zoran, ti, president, kush e noli trenin? Po qarkullojnë zemrat e shumta që po thojnë, besa dhe po rrehin gjyks, e po thojnë, unë e nala trenin, unë e nala trenin, por, unë këtu duat po të nëcoj qartë. Ka dole? Këtu duat po të nëcoj qartë, se trenin e kom nalë une, edhe ato e kom nalë në gjysë këfaqile. President, e noli ka dole? E kom nalë ka dole, pasha familjen. Ndash besom, ndash mos më beso. Era e lamelës i ka orë dejnë fush Kosovë atje. Mirë, Zoran, kush e nisi trenin? Kush ja rriti menjën trenit për munis për Kosovë? Kush e zhëllëviti trenin? Orne, Zoran, pësh ka dole? Ja, Boga, mi ne znam, tlen voz unis vetë një farmyre se a din tleni ka qenë vozi, ka qenë a kanë në të pozle, edhe thmjeja kanë hjek kata gult pe lota shpërthy, lota globë, edhe tlen unis. Unis ka dole për unis? Po, ka dole. Jo, tleni, të kuptomi, tleni shkon shpejt, tleni. E vërteta se treni shkon shpejt, por policia Kosovës, policia Rosu ta nalë në vend. Edhe në kofsha gjallën e atë mur edhe atën kam ja nalë gjithë qysh, por kjo një provokim i radhës i Serbisë. Kemi thonë Serbisë se provokime që na i këni këthy, kemi ja u këthy mbrapa, kapo mësët kapa. President, a i keni kalëzu kështu live në telefon? Jo, i kom të regu në playback. Po më dojë, telefon, me këm keni full ma heret? Me halen Sevdi. Qështë halen Sevdi? Mirë, po dishka me i farë gripi nuk ish bash mirë, por shpresoj se do t'i kaloj shumë shpejt. I kalon ka dole? Po më dojë, me këm keni full në telefon kështu prej aty në servis? Është e vërtet se këta viberat na kanë pështu me ftyrë. Është e vërtet? Unë në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon nuk hargjiti pare për me full me atë koft largtin. Pra, unë e kom fol me Vučićin. Vučka? Qiqin. Qika! Hajde vish për kështu? Mere presidentin ka dhe vetir me bot Qiqin. Jo me keq kuptuat në gjitha mënyra, nuk thash Qiqin, për Vučićin. Na falë, kur ka nevoj për Qiqin një throsë më pet. Hajde faleminderit shumë. Na falni për keq kuptimin. Jo. Në falni shumë për keq kuptimin. Zoran, tha që trenin e keni nisë të poshtë, nuk përdi kush e ka nisë trenin, kush e ka që murin, kaldëna? Po, shta za zidu... Ku jemi të muri, zidu... muri nuk është si pas kushtetutës dhe rigjës e Kosovës, do të rënohet taj muri, se bashku me institucionet e Republikës e Kosovës, e kemi edhe përkrojën e bashkime të Europian që ta rënojmë me dete me dhe të gjitha rënojmë. O, zidin e nënës ty, ha!
Musafirë të nderuar, emisioni Masihini dhe të nona, atëherë këtu pe përfundojmë mos le të nxehen gjoklat, se është rrezik me dal deri në bregdillet 20 shabot, atëherë diçka për fund, a keni diçka për fund? Ne hvala vam. Faleminderit. Bashkuqeqa? Ne. Predsjedniče, hvala vam. Ka Zoran Çaki. Mash lengo dohe. Zoran, tash e tutje që shto kem ja ushtrengu, edhe për para, edhe për ma, se pe lypni Zorani. President! Urna fal, shprehu. President, po më hidhet më t'ja futi ka dole shtimurit e ushtelëm. Ka dole, na murin, erzojmë, e thejmë, e prishëm, sa na pënyrat. Okej, president. Hello? Alo? Oh, Mogherini, hello. How are you? Që të te thy? Qysh mos me thy? Unë e thej, Mogherini, ti me të thej. Jo, e thënë baba këtu. Mogherini, nuk kam kone me prit me 18 e 19 kur të më thoni, unë e thej. Qysh? Unë jam zot shpije në Republikën e Kosovës, bolli ju këmë ngu juve. Hajde, tung. Qytetarët e dashur të Republikës e Kosovës, ja sot ja kur ka koha që të vendosmi vetë për fatin e tonë, për fatin e gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës. Bravo, president! I kesh që në përsotë,